Nga burimet bëhet e ditur se viktima është Erduan Ibrahimi, i cili dyshohet se u godit me thik në fyt gjatë incidentit që ndodhi në rrugën Adem Voca në Mitrovicë. Ai u dërgua fillimisht në spitalin rajonal, por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, nuk arriti të mbijetoj plagëve dhe ka vdekur. Nga i njëjti rast ka mbetur i plagosur edhe Shaban Ibrahimi, i cili po trajtohet në QKUK në Prishtinë dhe sipas informacioneve të para, gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetë. Për rastin është arrestuar A.S., i cili dyshohet se i sulmoi të dy me thik. Në vend të ngjarjes kanë dalë hetuesit rajonal dhe ekipet e kriminalistikës, ndërsa është sekuestruar dhe thika që dyshohet se është përdorur në kryerjen e krimit. Me urdhër të prokurorit të shtetit, rasti është iniciuar si vrasje e rëndë, ndërsa trupi i pajetës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. I dyshuari është ndaluar për 48 orë dhe hetimet lidhur me motivet e ngjarjes po vazhdojnë.